Besimtarët musliman festojnë sot Fitr Bajramin, pas një muaji agjërimi, sakrifice e devotshmërie, me mira besimtar u falën në mëngjes në sheshin Skënderbej. Ceremonia nisi me leximin e Kuranit, duke sjellë qetësi dhe reflektim të pranishmit. Kreu i komunitetit musliman shqiptar, Bujar Spahiu, nënvizoi lutjet për paqe, begati e shëndet. Agimi i Fitr Bajramit na gjen me zemrat e mbushura me dritën e besimit dhe me shpresën se sakrifica jon është pranuar nga Krijuesi ynë. Ne jetojmë në një epokë ku vlerat e familjes po lëkunden dhe ku njeriu matet me atë që ka e jo me atë që është. Bajrami na kujton unitetin, mëshirën dhe drejtësinë. Spahiu kujtoi thelbin e Fitr Bajramit, që është ruajtja e vlerave njerëzore, duke bërë apel që pikërisht ato të çohen përpara. Sadakaja, zekati, bamirësitë të tjera që i kemi dhënë para Bajramit është më shumë se një ndihmë për të varfrit. Ato janë një dëshmi e vërtet e barazisë. Islami na mëson se fuqia e vërtet nuk qëndron në atë që mbledhim, por në atë që shpërndajmë. Profeti ynë i dashur, Muhamedi alayhi salatu vesselam, ka thënë: nuk është besimtar i vërtet, i plot, ai që fle i ngopur, ndërkohë që fqinji i tij është i uritur. Allahu Akbar. Festa e Fitr Bajramit është një ndër më të rëndësishmet në kalendarin e fesë islame për simbolikën që ajo përfaqëson. Në këtë ditë të shënuar, muslimanët shpërndajnë lëmosh, solidarizohen me të varfrit dhe kryejnë vizitat e njëri tjetrit për t'u mbledhur më pas në shtëpitë e tyre për drekën tradicionale. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.